Mirëmbrëma të gjithëve. Sonte kemi një temë të mrekullueshme, e cila prek secilin nga ne, pra janë plagët e prindërve që transmetohen tek fëmijët. Okej? Pra sot do flasim për lidhjet e mrekullueshme, të cilat janë ndërmjet prindërve dhe fëmijëve. Dhe besoj që shumë prindër dëshirojnë që ti dëgjojnë këtë tema, sepse janë shumë të rëndësishme. Naxha, mirëmbrëma dritë. Rudina, mirëmbrëma shpirt i bukur. Okej, sot do flas në 3 nivele, në nivelin emocional, në nivelin shpirtëror dhe në nivelin karmik. Pra, dua të ndalem sepse e kemi dëgjuar dhe mendoj që secili nga ne e ka këtë pjesë, pra vjen një moment ku ti thu pse po më sfidon fëmia, pse nuk më dëgjon sa duhet, pse beson të tjerët nga jashtë dhe personi i fundit që mund besoj ose mund t'jap një drejtim jam unë. Luiza, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Dhe për këtë arsye vendosa që të ndalem në këtë tema, si që thash të ndalem në nivelin emocional, në nivelin shpirtëror dhe gjithashtu në nivelin karmik. Okej? Atëherë, gjithsesi po fillojmë avash avash, kush e ka ndërmend na bashkohet edhe më vonë, është krejt okej. Mukadez, mirëmbrëma shpirt, mirë se erdhe. Atëherë, duhet të dini diçka, marrëdhënia prind-fëmijë është temë shumë e qelluar, shumë faleminderit Rud. Marrëdhënia prind dhe fëmijë është pasqyra më e fortë karmike. Pra, shpirtrat nuk e zgjedhin kot njëri tjetrin. Çdo shpirt i cili vjen në këtë dimension, në 3D, e zgjedh prindin për 3 arsye. Për të ndjerë i sigurt, për të marrë dashuri dhe për të ndjerë ngrohtësi. Pra janë 3 arsye. Ndodh shpesh dhe hasim shpesh që shumë prindër nuk e kuptojnë që fëmia është pasqyra jonë. Pra fëmia është lidhja më e fortë karmike. Shumë njerëz mendojnë që okej, fëmia është i vogël, akoma nuk kupton, akoma nuk di të shpjegohet. Por shumë e vërtet që fëmia nuk di të shpjegohet deri në moshën 2 vjeç, sepse nuk e ka akoma luksin për të folur si që flasim ne, ose si që kuptojemi ne. Por, mos harroni, fëmia në çfarë do lloj moshe që t'jetë, ndjen tonin, ndjen dridhjen, ndjen tensionin, ndjen nëse ne po i flasim me dashuri, nëse ne po i flasim me ankth, nëse ne po i flasim me frikë. Këto gjëra i ndjen, sepse secili fëmijë, sa do i vogël t'jetë, e din këtë lloj gjuhe. Pra, din gjuhën e emocioneve, din gjuhën e ndjenjave, din artikulimin emocional, pavarësisht se ne në gjuhën tonë nuk dim ta kuptojmë. Pra nuk është problemi tek fëmijët, nganjëherë është problemi tek prindrit, sepse fëmijët nëse i vendosni një fëmijë për shembull 7 muajsh me një beb tjetër 7 muajsh, do e shikoni se çfarë sinkronizimi kanë. Sa shfort dhe sa bukur lidhen energjetikisht me njëri tjetrin. Dhe prindi gjithmonë ngel pa fjalë, sepse siç e thash, fëmijët nëse janë gjithmonë në të njëjtën moshë, e kuptojnë më së miri, sepse kuptojnë ndjenjen, kuptojnë emocionin, kuptojnë dridhjen, kuptojnë gjithçka. Thjesht ndoshta janë në një moment ku nuk din të shprehen, nuk din të artikulojnë si ne. Dhe kjo normalisht, prandaj do me thënë deri në moshën 4 vjeç, është mirë që fëmia
të lihet komplet i lirë. Okej? Mos harroni se për shembull vjen një moment ku ju i thoni fëmijës tuaj mos shko atje sepse atje do rrëzohesh. Fëmia në mënyrë të pakuptueshme e merr këtë pjesën sikur ti po i thu mos e bëj këtë sepse ti nuk je i aftë. Okej? Gjithmonë e merr në këtë sens. Pse? Nëse ti vazhdon ti bërtasësh, ti u lërasësh, gjithmonë fëmia e merr sikur ti do ta kontrollosh. Okej? Pse? Zakonisht, fëmijët, nëse keni vënë re, gjithmonë fillojnë të shprehen më së shumti me nënën. Ose fillojnë të jenë vetvetja me nënën në çdo lloj aspekti, qoftë pozitiv apo negativ. Pse ndodh kjo? Sepse fëmijët deri në moshën 5 vjeç, nënën dhe babain e shikojnë si Zot. Okej? Mendojnë që në këtë tokë është Zoti i tyre. Siç kemi ne një krijues, një Zot, një univers, fëmijët mendojnë që në tokë jemi ne Zoti i tyre. Por me nënën është një lidhje më e veçantë, sepse nëna gjithmonë është aty edhe kur rrëzohen, edhe kur qajnë, edhe kur duan të ndrohen, edhe kur duan të ushqehet, pra është gjithmonë aty. Limoza mirë mbrëma, mirë se erdhe. Dhe çfarë bën në këtë sens? Në këtë sens, fëmia mendon që është gjithmonë në shtëpi. Dhe çfarëdo që bën, çfarëdo që ndodh, me nënën është vetvetja. Ndërsa me të tjerët, ose me babain, ose me të tjerët, ka frikë të jetë vetvetja. Prandaj shumë nëna thonë, okej, po fëmia kur është me mua është shumë i rrëmujshëm. Kur e lej diku, për shembull në kopësht, ose e lej me njerëz të tjerë, rrin shumë qetë, rrin shumë mirë. Pse? Sepse tek të tjerët nuk e ka besimin. Tek nëna ai ka besim të plotë sepse ndjet vetja. Okej? Sepse fëmia zakonisht marrin 100% energjinë tonë. Duam apo s'duam, janë pasqyra jonë. Atëherë, për të nxjerrur këto emocionet e pasigurisë, nëse ne rritemi me prindër të cilët, ose fëmijët tanë rriten me prindër të cilët nuk janë të fortë emocionalisht. Edhe fëmijët ose fillojnë t'i fshejnë emocionet e tyre, ose fillojnë të pasojnë, pra të mos jenë më të fortë, mos krijojnë imunitet. Ke quna për shembull, se nëse nuk kanë një marrëdhënie të fortë me babain, nuk kanë mësime të mira me babain, fillojnë dhe bëjnë shumë dembel. Nuk e kanë qef ma punën, sepse mendojnë që nuk janë të aftë sa babai i tyre. E njëjta gjë ndodh edhe me nënën. Nëse rriten me një nën e cila nuk ja ka ditë vlerat vetës, nuk ka qenë e gatshme emocionalisht për të rritur, fëmijët, por më shumë ndikon, sepse më shumë ndikon tek vajzat, për shembull një vajzë e tillë do rritet me idenë që nuk duhet të kesh besim tek njerëzit. Çfarëdo që të bësh, dashuria është sakrificë. Dhe këtë fillon ta memorizoj, fillon mos ta pranoj tek vetja, edhe nëse takon një mashkull shumë të mirë, një njeri shumë fantastik, një njeri shumë të mirë, që mund ta respektoj, ta doj etj, fillon duke mos e vlerësu veten në ndjenjat e saj, fillon duke mos ia dhënë rëndësinë e duhur vetes së saj. Okej? Atëherë, nëse jeni në një pikë, këtu e kam fjalën për prindrit, por dua të ndalem edhe tek fëmijët, sepse edhe ne jemi fëmijë, edhe ne kemi prindër. Atëherë, nëse jemi rritur me prindër të cilët kanë pas frikën e braktisjes, nuk janë vlerësuar sa duhen, kanë patur kontrollin e prindërve të tyre, kanë patur varësi emocionale, të cilat, për shembull, shkojnë nga nëna tek vajza, nga baba tek djali e me radhë. Pra, të gjitha emocionet tona në një cikël të jetës, në një fazë të jetës, fillojnë të kalojnë
nga njëri tek tjetri, çdo emocion. Mos harroni që nëse doni që ta dini se sa të fort e keni zemrën dhe sa zemër të qëndrueshme keni, shikoni gjithmonë modelin e nënës. Okej? Pra, sepse zemra, si tek vajza, si tek djali, lidhet në mënyrë automatike me zemrën e nënës. Nëse doni që ta shikoni se sa mushkri të forta keni, shikoni stilin e babait. Shikoni se çfarë mushkrish ka patur babai dhe çfarë mushkrish keni ju. Po ju jap vetëm 2 gjëra kryesore, të cilat na lidhin automatikisht me prindrit. Kontrolli nuk është vetëm kur prindrit na kanë bërtit ne, ose kur ne u bërtasim fëmijëve. Okej? Kontrolli është edhe kur ne, për shembull, u flasim fëmijëve me ankth, i pyesim për një gjë 100 herë. I vëzhgojmë me sy ku po shkon, çka po bën, si po sillet, çfarë po flet. Ky është kontroll që ne bëjmë në mënyrë të pavetëdijshme. Është kontroll edhe kur ne mundohemi t'i korrigjojmë gjithmonë fëmijët, dëshirojmë që ata të jenë perfekt, që ata të flasin bukur, që ata të sillen bukur. Pra, ne si prindër kërkojmë perfeksionin tek fëmijët. Ndërkohë që për vete mund të kemi 100.000 mungesa. Okej? Derisa prindi ta kuptoj që perfeksioni nuk ekziston, perfekt është vetëm krijuesi, deri në atë moment gabojnë. Nuk është e lehtë që të edukosh ose të mësosh një fëmijë. Nuk është e lehtë. Por mos harroni që fëmijët, nëse nuk na sfidojnë, nëse nuk na japin prova të forta, ma besoni që asnjë prind nuk rritet emocionalisht, nuk mund të rritet shpirtërisht, sepse ti mund ta marrësh për shembull pjesën e refuzimit. Nëse të refuzon një shok, një shoqe, një kushërir, për ty është okej, sepse është diçka kalimtare dhe nuk të bën përshtypje. Por kur e përjeton tek fëmia, aty të duket më e fortë. Aty fillon ta kuptosh se ti sa i rritur nga këtu dhe ke dal këtu. Nëse nuk marrim disa mësime të forta nga fëmijët, asnjë prind nuk është perfekt. Asnjë prind nuk mund të rritet. Është ligji i natyrës. Prandaj fëmijët nuk na sfidojnë sepse nuk na duan. Por ata, nga që janë më të vegjël se ne, sepse shikoni çfarë ndodh. Kur ne vim, e kemi thënë sepse shpirti kalon në univers, pastrohet, pastaj kthehet në tokë. Disa karma dhe disa gjëra i merr bashkë me vete, sepse mund të jenë disa gjëra të rënda, por shumicën e ka pastru. Kur ne vim dhe nuk kemi punu sa duhet, fëmijët e din, edhe një fëmijë i cili është 20 vjeç dhe 25 vjeç, por prindi i tij mund të jetë 40 vjeç apo 45, fëmija e din më së miri se ku duhet ta sfidojë atë prind që ai të rritet, ai të forcohet, të jetë i aftë për veten e tij. Po na mësojnë durimin, po pjesën e durimit duhet ta kemi mësuar më përpara, por shqyr që kemi fëmijët që na mësojnë dhe shqyr që rritemi të gjithë së bashku. Selvie, mirë se erdhe dhe mirë mbrëma. Shumë plagë të prindërve, si që thash, kalojnë tek fëmijët pa u vënë re. Për shembull, ke shumë nëna që thot nuk e kuptoj sepse, thot, por goca ime urren meshkujt. Okej? Në këtë fazë duhet të ndalet vetë nëna dhe ta shëroj veten dhe të shikoj, okej, ku e mori vajza ime 20 vjeç apo 25 vjeç apo 17 vjeç, që ndoshta nuk ka patur gerta, mirë mbrëma dritë, që ndoshta nuk ka patur fare një marrëdhënie me një mashkull, po thjesht i urren. Ku e mori këtë mësim? Kush ja transmetoi, kush ja mësoi? Pra është pjesa që nëna në një fazë të sajën, ose prindrit e saj, ja kanë mësu turpin,
I kanë thënë që është turp të rish me meshkuj. Duhet të kesh vetëm një dhe të martohesh. I kanë thënë që është turp që ti të kërkosh më shumë se ç'duhet. Është turp të kesh një shok, është turp t'i besosh këtij. Dhe çfarë ka bërë ajo? Duke patur nëna si plak tek vetja, ja kalon gocës në mënyrë të pavetdijshme. Dhe pastaj vajza nuk e kupton se nga i erdhi, thjesht i urren meshkujt. Nuk i don. Nuk i preferon, nuk don që të ketë qoftë një marrëdhënie intime, jo, por as ta diskutoj këtë pjesë. Është e mrekullueshme kur ne fillojmë dhe futemi më thellë, mësojmë më shumë, rritemi, sepse nuk është nevoja që të ketë shumë filozofi tek prindërimi. Prindërimi është kaq i thjeshtë dhe në këtë pjesë duhet të ndalem vetëm në 5 pika. Asgjë mos e merrni personale. Nëse fëmia fillon të refuzoj, fillon t'ju tregoj një rrugë tjetër, mos e merrni personale. Nuk ka të bëjë me ju. Ka të bëjë me plagët tuaja. Fëmia nuk ju refuzon sepse nuk ju don. Fëmia gjithmonë ju refuzon sepse don që ju të rriteni. Pika 2 është fol pak dhe jep shumë. Pra, fëmijët nga njëherë nuk kanë nevojë që ne të flasim çka është jeta, pse është jeta, pse duhet jetojmë, çfarë duhet të bëjmë apo kush duhet të bëhen ata. Fëmijët nuk kanë nevojë ta dinë se sa vujtje dhe se sa halle kemi kaluar ne për të qenë këtu ku jemi. Ma besoni që shumë fëmijë janë aq inteligjent sa thjesht nëpërmes emocioneve tuaja tu lexojnë dhe në mënyrë perfekte, sepse nuk është krejt kjo pjesa që okej, unë duhet t'i tregoj fëmijës që unë kam vuajtur, unë kam bërë. Jo, fëmija ka nevojë për prezencë dhe qetësi. Nëse ti i thua vetëm 2 fjalë fëmijës, por ja thua me qetësi, aty fëmija fillon ta vendos në ndërdije. Okej? Te pika 3 dua të ndalem kur u jepni një detyrë fëmijëve për shembull. Asnjëherë mos i thuaj bëje tani, sepse fëmija e interpreton sikur ti po jep një urdhër. Gjithmonë mundohu ta korrigjosh veten dhe ti thuash do e bësh tani apo pas 5 minutash. Pranoje fëmijën si shpirt, mos e prano fëmijën si pronë të ëndër. Deri në moment që ti e konsideron ose dëshiron që fëmija jo të jetë pronë, të të bindet, fëmija nuk do të marrë mësimet e tua kurrë, sepse nuk është pronë. Fillo që të shërosh veten. Shumë gra kërkojnë që të shërojnë fëmijën, ta çojnë te doktori, ta çojnë tek pediatri, por harrojnë që fëmija çdo lloj temperature, çdo lloj emocioni e merr përmes nesh. Ne ja transmetojmë. Nëse doni që të shëroni fëmijët, e para që duhet bëni është të shëroni veten tuaj. Në moment që ju shëroni veten tuaj, keni shëru edhe fëmijët. Dhe në mënyrë të pakuptueshme edhe fëmija fillon të heshtë, edhe fëmija fillon të jetë i qetë, edhe fëmija fillon të ndjehet pranë. Pierina, mirë mbrëma. Zenia, mirë mbrëma. Kur ne si nëna dhe si prindër fillojmë të shërojmë veten tonë, ndodh diçka e mrekullueshme. E kuptoni që edhe fëmijët tanë janë shëruar, nuk e kanë matë nevojën e egoizmit, nuk e kanë matë nevojën e konkurencës, nuk është më nevoja tek pjesa që të duken. Okay. Tani, dua të filloj dhe të ndalem tek pjesa e lidhjeve karmike nën dhe bi. Kjo është lidhja më e thellë. Pra, lidhja nën dhe bi është lidhje e thellë. Çdo emocion, çdo sëmundje,
të cilën e ka kaluar nëna në mënyrë të pavetishme kalon tek vajza. Pse? Sepse nën dhe bi vinë në këtë jetë së bashku për të shëruar një cikël, sidomos një cikël femror. Nëse në një brez ka patur gra të dhënuara, gra të cilat nuk janë lejuar për të folë, gra të cilat janë poshtruar, janë mbajtur të mbyllura. Çfarë ndodh? Kur vin lidhja nën dhe bi, nëna mund të jetë shumë strikte sepse nuk i ka marrë mësimet dhe vajza mund të rebelohet. Sepse gjithmonë femra shëron femrën. Okej? Dhe këtu them lum ata që kanë vajza. Sa e thellë kjo, po Gerta. Plagët të cilat ne i transmetojmë më shpesh nga lidhja nën-bi janë plagët e mosvlerësimit. Turpi, fajësia, frika nga braktisja, kontrolli. Dua të jem e fortë gjithmonë. Pra nëse kemi një nënë e cila thotë dua të jem e fortë gjithmonë, krahasimi me të tjerët, mos dashuria për veten, mos pranimi i trupit të tyre. Nëse keni vënë re për shembull, janë shumë nëna që është e shëndosha ajo dhe ka fëmijë të shëndosh. Pse? E para sepse ajo nuk e ka pranuar trupin e saj si që është dhe këtë e transmeton edhe tek fëmijët. Dhe kjo ndodh, do më thonë, pastaj kalojmë tek pjesa janë obez, jo nuk ka obez. Sot, me gjithë këtë informacion që po lexojmë, nuk ka ma obez. Ka thjesht prindër që se kanë pranuar veten e tyre dhe kalojnë në mënyrë automatike edhe tek fëmijët. Atëherë, duhet të ndalem tek pjesa se si shfaqen këto plag tek vajza në këtë rast. E para fillon të mos i besoj nënës, fillon të sfidoj, fillon të rebelohet, fillon të bëhet shumë e ftohtë me nënën, ose kokfort, dhe kur thot nuk e dua këtë gjë, nuk e dua dhe pikë. Okej? Pra këtu tregon që disa plag kanë kaluar. Dua të ndalem pak edhe tek lidhja energjitike në përmes menstruacioneve që kalojnë nga nëna tek vajza. Këto janë plagë të cilat kanë shku nga brezi në brez dhe gjithmonë i ka marrë nëna nga nëna e saj nga nëna e saj, pra kanë shku brez pas brezit. Dhe vjen në moment ku disa gra thonë që okej, unë kam patur lidhje shumë të forta ose dhimbje shumë të forta menstruale, por nuk e di kur kam pa fëmijën e parë ose fëmijën e dytë kanë filluar të më qetësohen. Jo, nuk kanë filluar të qetësohet, thjesht do me thënë pjesa e çakrës parë ka filluar të hapet dhe gjithashtu çakra e dytë. Dhe ti mendon që okej, tani që si kam, i kam shëru. Jo, nuk shërojnë kaq lehtë, se po t'ishte kaq e lehtë, do e bëni të gjithë femrat. E para që ti mos t'i kalosh tek vajza, është pjesa që ti shërosh tek vetja, pra shërosh marrëdhënien me nënën, me gjyshen, me kastragjyshen e tjerë. Sepse dhimbjet menstruale nuk lidhen vetëm me pjesën që janë ndjenje të shtypura, por lidhet edhe me pjesën që shumë femra te ky brez kanë qenë të poshtëruara, mund të kenë përjetu edhe pordhunime në jetën e tyre kur kanë jetu, dhe kjo ka kaluar nga brezi në brez. Shumë gra mund të kenë pas edhe ndalesa, ose për shembull shumë gra që ne edhe mund t'i njohim edhe sot që kanë patur një martesë dhe kanë ngelur vetëm në atë martesë dhe nuk janë lejuar që të kenë një raport tjetër me një mashkull. Këtu tregon që nëse ka dhimbje të menstruacioneve, nëse nëna nuk i ka, por mund t'i ketë fëmija, tregon që akoma tek vajza janë eksistente këto plagë. Tani dua të kaloj tek lidhjet
nën dhe djalë. Nën dhe djalë, përveç se ka shumë dashuri, ka dhe varësi emocionale. Nuk është lidhje e thellë, por është lidhje shumë më e fortë se me vajzën, për shembull. Pse? Djali shpesh bëhet burr ose burrin thojza emocional i nënës së tij. Nëse keni vënë re, shumë çuna, shumë djem, kur shkojnë në një moshë të caktuar, fillojnë t'i dalin krah nënës. Pra, të bën të zotërit e nënës së tyre. Fillojnë të kenë vetëm një qëllim, që nëna tyre t'jetë e lumtur. Dhe çfarë ndodh duke u rritur këto meshkuj? Nëse kemi një nën e cila mund të ketë patur konflikte për shembull me femrat e tjera, ka patur frikë nga përgjegjësitë, okay? Ka patur frikë dhe nuk e ka vlerësuar sa duhet veten e saj. Ka patur frikën emocionale, frikë nga meshkujt, ose ka qenë agresive ndaj femrave të tjera, ose ka patur një përjetim jo të mirë, nuk duhet të ndalem të kjo pjesë, për thjesht po e them sa për që ju ta kuptoni më mirë dhe për të mbushur një fazë. Pra, një nën e cila është ose është marrë me theshe theme, për shembull, djali i saj fillon të bëhet agresiv ndaj femrave të tjera. Fillon të krijojë idenë që duhet të shpëtojë nënën, por nga çfarë? Dobësohet emocionalisht, emocionet e tij janë shumë të dobta. Fillon ose nuk ndahet dot nga nëna, ose krijon një lidhje jashtëzakonisht shumë të fortë emocionale. Fillon të bëhet xheloz edhe për babain, edhe nëse tek nëna afrohen meshkuj të tjerë. Fillon të jetë shumë xheloz. Fillon të mos i kuptoj gjërat siç duhen. Okej? Tani duhet të ndalem edhe tek marrëdhënia bab dhe bi. Okej? Tek këto lloj marrëdhëniesh ka vetë vlerësim dhe dashuri. Zakonisht, nëse keni vënë re, meshkujt me femrat gjithmonë kanë një marrëdhënie tjetër. Për shembull, mashkull edhe mund të krijojë pak grippje, por kur bëhet fjala për shembull bab-bi, duket një lidhje më e fortë emocionale, duket një lidhje më e veçantë. Ose siç e kemi ni shumë shpesh, vajza e babit, babi është heroi im, babi është adhuruesi im, etj. Tek babai, vajza shikon themelet e saja. Shikon mashkullin që do të ketë në krah. Shikon mbështetjen e saj emocionale. Fillon të shikojë në mënyrë të pavetdijshme se sa e fortë do jetë ajo dhe se si do jetë mashkulli i saj në jetën e saj. Okej? Fillon të krijojë plagët të cilat në mënyrë të pavetdijshme nga babai fillojnë të transmetohen tek vajza. Siç janë frikë nga meshkujt, pra siç i kaloi nëna tek djali, e njëjta gjë ndodh edhe me babain tek vajza. Pra, fillon pjesa ku ketë frikë nga meshkujt, kërkon gjithmonë aprovime nga meshkujt e tjerë, ose lidhet shumë shpejt emocionalisht me meshkuj dhe ka një dashuri gjithmonë, një dashuri të re dhe nuk qëndron dot vetëm, ose tërhiqet nga meshkujt. Pra, janë të dyja ekstremet. Në këto lloj gjoja, si transmetohen për shembull këto lloj marrëdhëniesh nga babai tek vajza. Gjithmonë vajza kërkojnë vlerën e marrëdhënieve. Nëse nuk është një raport i mirë emocional baba dhe vajzë, në mënyrë të pavetdijshme vajza gjithmonë kërkojnë aprovim. Dhe nëse doni që ta shikoni se sa marrëdhënie të mirë ka vajza me babain,
shikoni tek pjesa që sa vlera I jep ajo vetës. Pse kërkon gjithmonë aprovim, jo nga femrat, por nga meshkujt. Pra, mund besoj që u ka hasë ju, fillon ta urrej figurën mashkullore. Jo sepse meshkujt mund t'i kenë bërë diçka, por nëse nuk është një marrëdhënie shëndetshme, fillon ta urrej figurën mashkullore. Fillon të ketë inate të pakontrollueshme, është agresive gjithmonë me meshkujt. Është ajo pjesa ku nuk I bën përshtypje, edhe nëse një djalë është vërtet më vlera, është vërtet një djalë që ja vlen, është vërtet një djalë I mirë, por ajo thjesht brenda vetes e urren. Edhe nëse nesër pas nesër mund të ketë një marrëdhënie të shëndetshme, prapë nëse ka pasur një baba kritikues, kjo do bëhet kritikues ndaj meshkujve, sepse do të marri pak a shumë në thojza hakun e babës. Okay? Prandaj fëmijët për aq kohë, sepse edhe ne I kemi prindrit gjallë dhe normalisht edhe ne jemi edhe fëmijë. Okay? Por duhet I shikojmë gjithmonë këto lloj raportesh se si I rregullojmë dhe I menaxhojmë më mirë. Mosak, dua me pak fjalë dua e para që ju ta kuptoni. Mos harroni shërimi gjithçka është pranimi. Nëse ju e pranoni që unë po e kam këtë gjë, e keni më të lehtë që ta shëroni. Keni bë gjysmën e punës. Tani, duhet të ndalem tek marrëdhënia babë dhe djalë. Tek marrëdhënia babë dhe djalë, gjithmonë kemi identitet, fuqi dhe disiplinë. Është një marrëdhënie jashtëzakonisht e fortë, ku nëse jemi rritur ose po rritemi nga një baba traumatik ose që ka plagë të pashëruara, kjo lidhje është ajo e cila një burr ndërton një burr tjetër. Okay? Plagët të cilat transmetohen në mënyrë të pavetishme janë frikë nga autoritetet. Agresiv, kur ne jemi agresiv. Për shembull, nëse një baba është agresiv, e njëjta gjë ndodh dhe me djalin, ose ndodh dhe kundërta. Pra, krijohet një burr tjetër, nga një burr krijohet një burr I cili tërhiqet, I cili ka frikë nga emocionet e tija, ka frikë të tregojë se kush është. Kur është marrëdhënia babë dhe djalë, është pjesa ku ti duhet të tregosh veten, vlerat e tua. Vlerat e tua si individ, vlerat e tua si njeri. Zakonisht, në mënyrë të pavetishme, baballarët kërkojnë ato të quajtur perfeksion tek djali. Okay? Fillojnë t'i thojnë dhe t'ja imponojnë se duhet jesh perfekt, fillojnë t'a korrigjojnë. Por harrojnë sepse ky është një presion emocional. Dhe në mënyrë të pavetishme këto lloj meshkujsh, nëse marrin plagë nga baballarët e tyre, fillojnë të kenë frikë në emocionet e tyre, të rrinë larg femrave, të rebelohen, të jenë të ftohtë emocionalisht, të ndjehen të ftohtë. Ose, si që thash edhe në fillim, shumë djem nga që baba I tyre kërkon gjithmonë perfeksionin tek ata, fillojnë të bëjnë shumë dembel, nuk duan të punojnë, harrojnë të jetojnë, bëhen si tush komplet të lodhur nga jeta. Atëherë, duhet të ndalem edhe në 4 mënyra kryesore. Asnjëherë mos I thoni fëmijës ti nuk din, ti je I vogël, ti si e për asgjë, mos qaj, nuk ke turp, pse bën kështu, çka din ti je I vogël, etj. Sepse fëmia nëpërmjet këtyre fjalëve thith ankthjen
frikën, fajin, turpin, tensionin e brendshëm që ju keni. Zeni e falëndershëm. Fëmia shef dhe merr modelin tuaj. Okay? Nëse ju keni një model të veçantë, nëse ju keni një model qetësie, nëse ju meditoni, lexoni, studioni, nuk është nevoja që ju t'i thoni fëmijës, "Dë bën mirë të lexosh, bën mirë të meditosh, bën mirë të mësosh këtë." Jo. Fëmia ka nevojë për model. Dhe gjithmonë do ndjek modelin tuaj. Okay? Fëmia flet përmes energjisë pa fjalë. Nuk është e nevojshme që ne t'i themi një filozofi të saktuar ose të ndalemi aty dhe të vazhdojmë t'i mshojmë asaj tonës që kjo pjesë është kështu, por nëse ka një prind të lënduar emocionalisht, fëmia fillon ta ndjej veten si barr në atë familje. Fillon ta fajsoj veten pa qenë në faj. Ndjehet i pa dëshiruar, ndjehet i përpuzur, ndjehet komplet vetëm. Suzana, mirë mbrëma dhe mirë se erdha. Pranoje fëmijën si që është. Fëmija është këtu për të rritur, fëmija është këtu për të dhënë mësimet, për me të shkuar një herë që ti të rritesh shpirtërisht. Mos i merrni këto refuzimet, këto plagët të cilat ne i kemi dhe në moment që fëmija na i pasqyron, mos i merrni si diçka negative. Përkundrazi, duhet jeni shumë mirënjohës dhe t'i thoni fëmijës, po, unë të kuptoj edhe kur nuk jam dakord për shembull me ty, unë të mbështes vendimin tat, mbështes idenë tënde, të mbështes ty personalisht. Tregoj fëmijës që përmes këtyre plagëve të cilat ti i ke aktive tek vetja, ke nevojë të ndryshosh, ke nevojë të shërosh, ke nevojë që të punosh me veten dhe ti të ndjesh i pranuar. Nuk është e nevojshme, thash dhe një herë, që ne të flasim shumë, sepse fëmijët gjithmonë ndjejnë më shumë se ne. Dëgjoj disa prindër të cilët thonë, jo, fëmijët sot janë më të zgjuar sepse është teknologjia. Nuk ka lidhje me teknologjinë. Teknologjia është e para që neve na lën mbrapa. Teknologjia është e para që shpeshherë na bën që të harrojmë edhe veten, të harrojmë edhe çka po bëjmë, edhe çka po jetojmë, edhe si po jetojmë, edhe ç'jojmë jetën. Por pjesa është që fëmijët sot janë më të zgjuar sepse kanë lirinë emocionale, kanë lirinë psikologjike, kanë lirinë shpirtërore, kanë lirinë e zgjedhjes. Okej? Ndoshta shumë nga ne, dhe sinqerisht e them shumë nga ne, janë rritur me idenë që ne duhet të dëgjojmë nënën, të dëgjojmë babain, t'u japim të drejtë atyre sepse janë më të mëdhej, sepse ata kanë prioritetin e parë, pastaj kemi dëgjuar nevojat tona, pastaj i kemi dhënë të drejtë vetes. Shpresoj të kem qenë e qartë. Atëherë, sonte kemi një meditim fiks për plagët e nënës dhe të babait. Dhe dua të ndalem te kjo pjesë sonte. Nëse ka ndonjë pyetje, okay. Nëse jo, do të vazhdojmë me meditimin. Okej, me sa shoh nuk ka pyetje. Bukur fort. Atëherë, meditimi i sotshëm është shërimi i plagëve të nënës dhe të babait, të cilat i kemi marrë në mënyrë të pavetishme dhe janë aktive në jetën tonë. Ju sugjeroj kush ka nevojë le të marrë një gotë ujë, të pi. Pastaj, siç e dini, ti të lën pa tekst. Që me borut? Limoza, shumë faleminderit. Gjithmonë do ketë nga një temë, gjithmonë, sinqerisht, dua të hyj fort te këto marrëdhëniet familjare,
sepse sa më shumë që takoj njerëz, sa më shumë që shikoj këto marrëdhëniet familjare, sidomos tek ne shqiptarët, ose do të shikosh një emision si që po i bojnë tani, dikush zihet për tokë, dikush zihet për diçka, por du të hy shumë tek këto marrëdhëniet familjare, sepse është shumë nevojë që disa gjëra t'i dim dhe mos t'i marrim, që mos fillojmë pjesën e gjykimit që ky është i mirë, ky është i keq, ky ja bani kështu, ky ja bani kështu, sepse mos harroni në çdo marrëdhënie familjare janë disa karma të cilat duam apo s'duam duhet i përfundojmë. Janë disa mësime që nëse nuk jemi gati t'i marrim në këtë jetë, në një jetë tjetër, tek e dyta, e treta, nuk kemi ku me shku pa i marrë, kështu që duhet të rritemi gjithmonë. Kam vendosur që do të thonë të flas shumë për këto marrëdhëniet familjare, dhe herën tjetër do fusim marrëdhëniet vëlla-motër, pse ndodhin disa konflikte, pse disa vëllezër ose disa motra vendosin t'i shkëpusin marrëdhëniet familjare. Janë tema shumë të forta dhe duhet të flasim sinqerisht, sepse një shprehje e bukur thot vi shkëpucet e mia, bëj hapët e mi, pastaj më gjyko. Por është pjesa që ne si njerëz, duke mos ditur dy versionet e dy njerëzve, fillojmë vetëm të gjykojmë. Pastaj duhet të ndalem pak edhe tek tema pse ndodhin disa divorce që ndodhin edhe në disa çifte të cilat duken shumë të lumtur, janë shumë mirë, thjesht ndodhi një divorc. Nëse hym tek pjesa shpirtërore, tek pjesa psikologjike ose tek pjesa karmike, janë shumë gjëra të cilat e çojnë në këtë fazë, nuk është vetëm një. Zenie, faleminderit ty. Pirina, faleminderit shumë ty. Atëherë, vazhdojmë me meditimin. Siç e dini, ju sugjeroj një vend ku mund të uleni këmbkryq ose të shtriheni, pra është pjesë e juaja. Çfarë duhet të dini tjetër? Vetëm ma lini veten të lirë, sa më të lirë ta lini veten, aq më shumë do lironi, do shkarkoni, do shëroni. Meditimi sonte do jetë bajagi gjatë, kështu që përgatituni. Kush e ka ndërmend hyn meditim, okay, kush se ka ndërmend ta ndërpres sepse është meditimi i gjatë. Kështu që vazhdojmë. Ruth, më thuaj të lutem, si ndihet muzika? Shpresoj që Ruthi mos ja ketë fut gjumit. Do më thot, si ndjet muzika ty? Duhet më lartë, duhet më poshtë, apo është okej? Okej, Rudi nuk pas ka fjet. Okej, si ndjet muzika të lutem? Shumë mirë, perfekt, atëherë vazhdojmë. Mirë është, Zenie, shumë faleminderit. Atëherë vazhdojmë. Vazhdojmë me pjesën e meditimit. Okej, faleminderit Valbona, faleminderit Suzana, faleminderit Pirina. Faleminderit Mukades. Meditimi i thellë, shërimi i plagëve të nënës dhe të babait. Gjithashtu në këtë meditim do të lirojmë traumat e brezave. Mbyllni syt. Mbyllni syt. Nëse dëshiron, njërën dorë në zemër dhe tjetrën në bark. Merë frym thellë nga unda.
xire ngadalë nga goja. Edhe një herë, merë frymë thellë nga hunda dhe nxirre nga goja. Kujtoja vetës me butësi që jeni të sigurt, jeni në këtu dhe tani. Lejoje që trupi të filloj të zbutet dhe të filloj të zbres nga mendja dhe të futet në qetësi. Nëse mendja fillon të ikë, është normale. Thjesht ktheu tek frymarrja. Lejoje veten që të hysh në këtë shërim të thellë, ku mund të shërojmë plagët e nënës, plagët e babait, jo për t'i fajsuar, por për të liruar veten. Sepse shpirti yt ka ardhur këtu për të qenë i lirë. Tani, imagjino që nga shpullat e këmbëve të tua dalin rrej drite, rrënjë të arta, të cilat futen thellë në tokë. Toka është e ngrohtë. Toka është e sigurt. Dhe sa më thellë që shkojnë rënjët, aq më të sigurt bëheni. Me çdo nxjerrje fryme, lëshoje trupin. Lëshoje tensionin e shpatullave, rëndesën e kraharorit, presionin në bark. Lodhjen në sy. Merë frymë dhe lëshoje. Vendose vëmendjen tënde tek zemra dhe tregoj zemrës tënde që është e sigurt që të ndjej. Tregoj zemrës tënde që është e sigurt që të dashuroj. Dhe në këtë moment për secilin nga ju, me respekt dhe për ultësi, thërras angjëjt e dritës, thërras udhërrëfyesit e mi shpirtëror, gjithashtu udhërrëfyesit tuaj shpirtëror. Në këtë moment unë thërras energjinë e vetësime të lartë, gjithashtu energjinë e secilit nga ju të vetës tuaj të lartë. Gjithashtu në këtë moment thërras shërimin hyjnor të vetës time dhe shërimin hyjnor të secilit nga ju. Imagjinoni që mbi kokën tuaj hapet një dritë, një
rreze e bardhë. Është si një diell, është gjigant dhe i plot. Dhe kjo dritë zbret nga dalë. Zbret nga dalë mbi kokën tënde, mbi ballë, në sy, në fyt, në zemër, në bark. Kalon tek të dyja këmbët. Dhe i mbush plotësisht kjo dritë të dyja këmbët. Dhe tani ti je brenda një kupole drite, ku asgjë tjetër nuk mund të hyjë. Por këtu do të hyjë vetëm shërimi, vetëm dashuria, vetëm e vërteta e shpirtit tënd. Dhe përballë teje është një korridor. Dhe ti je duke ecur në një korridor drite. Vazhdo të ecësh. Të ecësh ngadalë. Mund të ecësh edhe pak. Dhe në fund të korridorit ka një derë. Mbi atë derë shkruan kujtimet që kam mbajtur brenda vetes. Hape derën ngadalë dhe futu brenda saj. Ti je komplet vetëm, por me ty janë ëngjëjt. Udhërëfyesit janë aty, në atë dhomë. Ti shikon vetëm një fëmijë. Ndoshta mund të jetë 3 vjeç, 5 vjeç, ose 7 vjeç, ose një moshë që shpirti yt e di. Afro ngadalë, shikoj atë fëmijë. Shikoje se si ai të shikon ty. Ndjeje nëse ai ka frikë. A është i trishtuar? A është i mbyllur? A është i zemëruar? A është vetëm? Ulu pranë ti dhe tregoj që ti je aty për të. Tregoj që ti nuk do e braktisësh kurrë.
përqafoje. Dhe nëse ky fëmijë ka nevojë të qaj, lejoje që të qaj nëse do. Lejoje, sepse shumë nga ne u rritëm duke menduar se lotët janë dobësi, por në fakt lotët janë pastrim, lotët janë shërim, lotët janë lirimi i traumave. Tani, imagjino që në këtë dhomë shfaqet figura dhe portreti i nënës tënde. Mund të jetë me të njëjtin trup fizik që ti mban mend, ose e ke takuar herën e fundit, me të njëjtat flokë dhe sy. Mos e shiko si njeriu në zakonshëm. Shikoje si shpirt. Shikoje si një grua e cila ka pasur frikë, e cila ka pasur dhimbje, e cila ka pasur plagë. Shikoje si një nën e cila nuk ka ditur si të jap dashuri, sepse askush nuk ja ka dhënë asaj. Lejoje që zemra jote të flasë në këtë moment. Dhe mund t'i thuash: Mami, unë të kam dashur gjithmonë, por unë kam mbajtur peshën tënde. Kam mbajtur ankthin tënd. Kam mbajtur frikën tënde. Kam mbajtur turpin tënd. Kam mbajtur fajin tënd. Kam mbajtur mungesën tënde të dashurisë për veten. Dhe unë u rrita duke menduar se dashuria fitohet me sakrificë. Merë frymëtheu dhe thuaj: Mami, pjesa e shpirtit tim, unë jam fëmijë, ti je prind. Unë kam ardhur të të shpëtoj. Unë nuk kam ardhur të mbaj dhimbjen tënde. Tani imagjino një energji në parkun tënd. Është një energji e butë. Parku është vendi ku ne mbajmë frikën, kontrollin, ankthin. Dhe këtu unë të udhëzoj që të lirosh frikën e nënës, ankthin e nënës, lësho turpin e nënës,
Lësho fajin e nënës. Lësho programin që mund ta kesh marrë nga jo. Dhe imagjino që nga barku yt del një tymi errët. Dhe ëngjëjt e dritës e marrin, e pastrojnë, ata e transformojnë dhe e kthejnë në dritë. Dhe energjia nënës për ty bëhet bekim. Dhe tani, nga nëna jote, ti merr vetëm dashurinë. Merr vetëm bekimet. Merr vetëm veten tënde. Gjithçka tjetër kthehet në respekt. Dhe imagjino që në këtë momente nga nëna jote vjen një dorë drite me ngjyrën rozë dhe futet në zemrën tënde. Është një dritë e butë, dritë e cila të tregon që ti je i e mjaftueshme. Dritë e cila të tregon që ti e more shërimin. Dhe tani ktheu sërish te kjo dhomë në të cilën ishe me nënën tënde. Dhe në këtë dhomë lejo që figura babait të shfaqet. Dhe babai mund të ketë të njëjtin trup fizik që ti e mban mend, të njëjtën energji. Dhe babai shpesh mund të jetë i heshtur, i ashpër, i ftohtë, ose i munguar, jo sepse nuk ka dashur, por sepse nuk ka ditur. Dhe kjo mund të ketë lënë plag të rëndësisë që ti nuk je rëndësishme. Tani shikoje babain tënd dhe thuaj me mendjen tënde: unë kam pritur prej teje siguri, kam pritur prej teje mbështetje, kam pritur prej teje fjalë, kam pritur prej teje pranim. Dhe kur ato nuk më erdhen, unë u rrita duke menduar se nuk vlej. Merr frymë thellë, liroje ngadalë dhe thuaj: babi, sot unë e liroj zemrën time nga pritja. Sot unë e liroj zemrën time nga nevoja për aprovim. Tani, Angjulli Mikael afrohet tek ty, i cili në dorë ka një shpatë drite.
pret të gjithë kordonat e dhimbjes mes teje dhe babait tënd, i cili pret të gjitha lidhjet e frikës, mungesës, refuzimit. Imagjino një shpatë blu të dritës, një kordon në zonën e zemrës ose të barkut, dhe shpata që e pret. Nuk ka dhimbje, ka vetëm çlirim, vetëm lehtësim. Dhe tani, ti merr mbrapsht nga babai yt vetëm forcën, vetëm guximin, vetëm mbrojtjen, vetëm drejtimin, dhe gjithçka tjetër kthehet në respekt. Dhe tani, imagjino një dritë të artë, e cila zbret nga figura e babait dhe futet në shtyllën tënde kurrizore. Dhe ti fillon të ndihesh e sigurt, e aftë, e fortë. Për secilin nga ju, kërkoj që angjëjt mbrojtës të vendosin duart mbi ty, mbi ju. Në 3 vende që t'i shërojmë aty ku qëndrojnë plagët më së shumti. Dhe tani angjëjt vendosin duart në fytin tuaj, ku kemi heshtur, dhe unë të udhëzoj që ta lëshosh heshtjen, ta lëshosh frikën e të folurit, lësho frikën që të jesh vetja, dhe imagjino që drita blu tani po duket. Kërkoj që angjëjt të vendosin duart në zemrën tuaj, ku kemi pritur dashuri, ku të udhëzoj të lëshosh dhimbjen e refuzimit. Lësho frikën e braktisjes, lësho frikën e mungesës. Imagjino një dritë rozë në zemrën tënde, e cila është e fortë dhe e pastër. Tani kërkoj që angjëjt të vendosin duart mbi barkun tuaj, tek secili nga ju, aty ku kemi mbajtur frikën. Dhe në këtë moment unë të udhëzoj të lëshosh kontrollin, të lëshosh ankthin, të lëshosh programin e mbijetesës. Dhe tani në barkun tënd, imagjino një dritë të artë, e cila është e fortë dhe e pastër. Tani dua që të shkojmë tek shërimi final. Kthehu sërish
kish tek fëmia yt I brendshëm. Ai ose ajo është aty. Mund ta përqafosh dhe ti thuash ti nuk je vetëm. Unë jam këtu. Unë jam prindi yt tani. Përqafoja dhe tregoj fëmijës tënd të brendshëm që ti e do pa kushte, që ti e don edhe kur ai gabon. Tregoj që është normale të ndihet I friksuar, por që ti e ke shëruar. Tregoj që është normale të ndihet I zemëruar. Tregoj që është normale të ndihet I mbyllur. Dhe tani, largo nga fëmia yt I brendshëm dhe imagjino përpara teje shfaqet linja familjare. Mund të jetë gjyshja, gjyshi, nëna, babai dhe ti. Dhe pas teje janë fëmijët e tu. Gjithashtu fëmijët e fëmijëve të tu. Tregoj vetës që sot e ke thyer ciklin. Sot I ke ndalur traumat. Sot e ke ndalur dhimbjen. Sot e ke ndalur turpin. Sot e ke ndalur frikën. Dhe fillo t'u japësh dashuri brezave, duke filluar nga gjyshja, gjyshi, nëna, babai, vetës tënde, fëmijëve të tu dhe fëmijëve të tu. Imagjino një dritë të bardhë, e cila shkon si val përpara teje dhe pas teje, dhe I rrethon të gjithë brezin, të gjithë brezat, të cilët I thirrëm këtu. Merë frymë thellë, lëshoje nga dalë, ndjeje trupin, ndjej shpatullat, ndjej duart dhe thuaj, unë jam këtu, jam I e sigurt, jam I e lirë, jam e bekuar. Fillo të lëvizësh gishtat ngadalë dhe kur të ndjesh gati, mund t'i hapësh sytë.
Grazie Ruth. Jam shumë e lumtur. Ky ishte qëllimi. Yes. Sepse e kuptove se çka bona besoj. Thjesht aktivizova pak shërim. Lola, mirë mbrëma shpirt, o Sara, faleminderit shumë, çfarë përjetimi, Selvia, jam shumë e lumtur. Mukades, faleminderit shumë dhe të kërkoj shumë ndje sepse kam dashur të ta kthej një përgjigje, po sinqerisht kam qenë shumë e prekupuar, shumë e zanën etj. Po faleminderit shumë, faleminderit ty Ruth, Sara zëri yt është magjik, Gigi, faleminderit Trujt Zoti. Naxha, çfarë meditimi Zoti të bekov, Sara, shumë faleminderit, Zoti të bekov dhe ty. Shumë i fuqishëm, faleminderit shumë, faleminderit ty Pierina. Silvia thot, ju lutem ruajeni live-in, okej, sigurisht që do ruhet dhe do e dëgjoni nëse keni nevojë. Okej, goca, nëse ka ndonjë pyetje, nëse doni të ndani një përjetim, okej, në të kundërt, takohemi të dielën e ardhshme, ku do kemi një temë tjetër, një meditim tjetër gjithashtu. Nevojë kemi plot. Ti Rudin nuk besoj që ke edhe shumë. Kështu që Sara, je mrekullueshme, një zëtë mbal Suzana, shumë faleminderit, jam shumë e lumtur që je këtu. Na hidh në YouTube, patjetër që do hidhet në YouTube. Nati, faleminderit ty. Patjetër që do hidhet edhe në YouTube, do mundohem që të ndaj vetëm të pjesën e meditimit, që kush nuk e ka nevojë ta dëgjojë pjesën e live-it, do bëj vetëm pjesën e meditimit. Kështu që ju du fort. Uroj të keni pas përjetime të bukura, duhet të dini diçka, gjithmonë pas një meditimi, këshilla parë është që të pini një gotë ujë, pas çdo meditimit mos harroni që reagimet e trupit dhe gjithashtu veçërimi kalon edhe deri në 72 orë pra zgjat, nuk është se është vetëm tek pjesa këtu, por shkarkimi dhe shërimi ndodh deri në 72 orë. Kështu që është okej. Zoti të bekov, faleminderit Rodin, Zoti të bekov dhe ty. Përshëndetje zemër, si mund të kaloj dhimbjen për vdekjen e mamit. Olivia, shpresoj që mami ju të jetë në dritë. Shpresoj që shpirti i saj të ketë gjetë paqen, ngushëllimet e mia. Por mami jot nuk ka vdekur, që tek termi që ti përdor vdekjen, do më thanë që është e papërballueshme. Mami jot thjesht ka ndruar një trup fizik, sepse ky trupi fizik këtu i doli jashtë përdorimit, nuk i nevojitet ma shpirti, dhe shpirti çfarë ndodh e lëshon një trup dhe kalon në një trup tjetër. Por normalisht rinkarnimi nuk është se ndodh brenda ditës apo brenda natës, por ka kohën e tij, ka pjesën e tij. Faktikisht është pjesa që shumë njerëz fillojnë 3 muajshin e parë thjesht duhet ta pranojnë, pra që personi nuk është fizikisht. Tek 3 muajshit e dytë fillon pjesa ku e ka bë pranimin, por filloi të ndjej mungesën. Tek faza e tretë, 3 muajshi i tretë, është pjesa ku dhimbja fillon të zgjohet sërish. Olivia, do të sugjeroja që mos ta lejosh veten të shkoj deri te kjo pjesë, por thjesht bekoje, falenderoje, jepi dashuri për atë kohë sa ishte në jetën tënde,
Tregoj që ajo edhe pse ka ikur fizikisht me ty është shpirtërisht. Pra, kur shkosh me fjet, mund t'i thuash natën e mirë mam. Mund t'i thuash të dua mam sa herë të duash, sepse shpirtërisht ajo nuk ka ikur fizikisht, pra në një trupi jonë është i përkohshëm, ka një afat skadence. Dikush e ka më shpejt, dikush e ka më vonë, që rëndësi ka, por e para që unë do sugjeroj është pranimi, kur ti e ke pranu që ajo nuk është këtu. Okej? Kur ti e ke pranu që vdekje nuk ka vetëm transformim. Dhe sa herë që venja kusht vetës, sa po zgjosh në mëngjes, vendos një buzëqeshje dhe thuj, mam, mirë mëngjes, sot u zgjova, sot do jetoj bashkë me ty, do haj buk bashkë me ty, do jem bashkë me ty, do kërcej me ty, do punoj me ty. Tregoj që ti nuk është se po e harron, thjesht je me te. Faleminderit ty, Olivia. Pjesa tjetër është edhe kur mediton. Mbaj mend vetëm kujtimet e bukura, mos e kujto për gjëra negative. A keni parasysh që ata që ndrojnë jetë, nëse ne fillojmë t'i kujtojmë për gjëra negative të cilat na kanë bërë apo na kanë folur, aty i kemi vrarë. Por nëse ne i kujtojmë për gjërat e bukura që kanë bërë për ne, për gjërat që na kanë gëzu, na kanë knaq, na kanë dhënë një motivim, ata gëzohen, ata knaqen. Sepse thojnë, okej, ja, për shembull Olivia, mu po më thotë çdo mëngjes mirëmëngjesi. Mos harroni që shpeshherë ata që ndrojnë jetë janë udhërëfyesit tonë më të mirë, janë angjëjt tonë mbrojtës. Janë ata të cilët para se të na ndodh diçka, na paralajmërojnë. Na mbrojnë në shumë gjëra, në shumë situata. Okej? Olivia, shpresoj të kem ndihmu. Shumë faleminderit Sara, je e mrekullueshme me zërin tënd fantastik. Naxha, shumë faleminderit ty, Trit, jam shumë e lumtur që je këtu. Sara, kam vite që nëna ime ka ndërruar jetë kur e përmend nënën në meditim, unë vetëm qaj kam patur, afrimitet shumë. Okej? Afrimitet shumë nga që kam qenë e pleqnis, më mungon shumë nëna. Naxha, të thash dhe njerë, ja thash dhe Olivjes. Me nënën jemi të lidhur sepse komplet qënja jonë, zemra jonë, krahërori jonë, duam apo s'duam, ka energjinë e saj, ka forcën e saj, ka dashurinë e saj, ka ato gjëra që ajo nuk i ka shprehur dhe në mënyrë të pavetishme ne i ka transmetuar edhe ne. Gjithmonë nëna, prandaj është një shprehje që ne shqiptarët e përdorim, jetim nuk ngel kur të vdek babai, por kur të vdek nëna. Nëse fëmijës arrin t'i vdes babai, fëmija do më thënë e din që i ka vdek ajo forca, i ka vdek autoriteti, i ka vdek prezenca, por kaq. Nëse fëmijës i vdek nëna, i vdek dashuria, i vdek ngrohtësia, i vdek ajo ndjesia. Okej? Unë përdora një term vdekje sepse shumica nga ju e quajnë kështu. Për mua personalisht vdekja është thjesht një transformim. Është diçka të cilat është e sigurt që do ndodh, pra jetën nuk e kemi të sigurt, ama ndrimin e jetës është diçka e sigurt që nuk kemi ku shkojmë, nuk kemi ku shkojmë pa e përjetu, nuk kemi ku shkojmë sepse nëse do jemi të përjetshëm, falë që kuptimi ka. Që kuptimi ka që të mësojmë, që kuptimi ka që bëjmë gjëra për të tjerët apo për veten tonë. Sepse e dim, jemi të përjetshëm dhe nëse s'kemi kohë sot, kemi kohë pas 10 viteve. Kurse kur e dim që kemi një limit, ne gjithmonë mundohemi të mbledhim, të kemi, të japim, të marrim, të kemi dashuri, të japim dashuri, të jemi shpirtëror sa më shumë. Kjo është ideja. Por Naxha, edhe ty si Olivjas do thoja që okej, mund të qarë, sepse përmes të qarës ti liron, shkarkon dhe normalisht që ndjesh më afër nënës. Por gjithmonë kujtoni për të mirë që kanë bërë për ju.
kujtoni për gjërat që u kanë bë për qesh, kujtoni për mirësinë, për emrin e mirë që ju kanë lanë, sepse kur ju thojnë, ej, kjo është goca e filanës, ju ndjeni krenar me nonën tuaj. Ej, mama e kësajt apo e kësajt ka qenë heroin, ka qenë punëtore, ka qenë e bukur, ka qenë e urtë, ne krenohemi. Dhe shiko sa e mrekullueshme që është, sepse energjia që ato kanë lanë ndikon edhe tek ne. Olivia thotë, o zemër më kënaqe shpirtin. Olivia, jam shumë e lumtur për ty. Unë s'kan asnjë gjë negative, vetëm dashuri kam pasur. Perfekt, Naxha, jam shumë e lumtur. Faleminderit i dashur Sara, më mrekullove me meditimin, mirënjohje zemër. Limoza, jam shumë e lumtur që je këtu. Dhe vetëm suksese njerëz, vetëm mendoni pozitivisht, jetoni pozitivisht. Duajeni veten, duajeni çdo person që është në jetën tuaj. Okej, unë ju falenderoj të gjithëve. Takimi i radhës është të dielën në orën 8:30 sikur sonte, ose 20:30. Ju dëshiroj një natë mirë, gjumë të ëmbël, ju dua fort dhe bëhuni dritë, bëhuni mrekulli. Natën e mirë dhe gjumë të ëmbël.